mua më erdhi keqe para që prek sende personale, sende që ne çohemi lajm fytyrën, duam të vendosim një krem në fytyrë, një make-up, se jemi femra dhe duam të dukemi dhe të bukura. E para kjo. E dyta, Alba ishte e para që ngriti zërin ditën e parë fare kur u dogjën valigjet. Dhe po fliste për sende personale, mund të kem lidhje sentimentale e gjitha me radhë. Dhe e bën këtë dhe pastaj pas 2-3 ditësh e bën vetë. O ju Gerta, po unë kujdesa për gjërat e juja. Ta mbaro. O Alba, edhe produksioni u kujdes për gjërat tuaja. Po kur u dosh valigja, unë nuk e dhja që produksioni nuk ka po edhe ne nuk e dinim. Pastaj, të lutem, Alba, të lutem, ta mbaro. Unë këtyre nuk ju adogja gjërat. Mirë, ta dëgjojmë Gerta deri në fund. Madje u kujdesa që në qese veçma që mos gatrojnë produkte, se e kuptoj se çfarë do ta dëgjojmë Gertën. Ta dëgjojmë Gertën, të lutem Alba. Pastaj, përveç kësaj, pra që ishte e parë që ngriti zërin dhe bëri të njëjtën gjë. Tjetër është shumë e shëmtuar, me qese plerash, duke hapur ato produktet e përzira me njëra tjetrën që s'është e bukur, nuk është e bukur. Jo, të lutem. Po prit, o Alba! Qese plerash, si e shpet. Po qese plerash ishin në shpet. Po në ata qesen edhe robat fusim, kur ndryshojmë sezonin, Po ishin janë qese të pastra. Tjetërën në shpet, tani. Tujat i kishe të tujat. Ky është fakt, tani. Tujat i kishe të tujat. Përveç kësaj, Alba ka një gjë që e bën lojën, okej e bëre, bëje një orë, mos e bëj pothuajse gjithë ditën, një kjo. E dyta, nuk e pranon për Qamet që ka bërë gabim. Mund vinte shumë mirë, po moj unë ju afsheja, bëra një lojë, qesh në fakt se su bë Qameti dhe varon të aty.